fol ka punu shumë me disa organizata jo qeveritare rreth këtij ligji, domthon kena pas mos pajtime me sponsorusin e ligjit që ka qenë Ministria e Drejtësisë, na kena pas kërkesa tjera shoqëria civile në përgjithësi. Shpesh herë kërkesat e shoqërisë civile nuk janë përfut fatkeqësisht me prokurorinë e shtetit edhe me gjykatën, sidoqë të jetë gjykata dhe prokuroria e shtetit janë bartësit kryesorë të këtij projektit ose të kësaj pune që këta duhet punojnë. Deri me tani prokuroria themelore në Ferisaj, përkatësisht prokurorët kanë ushtruar një numër kërkesa që nështë për statistika është edhe nëse 40 kërkesa janë parashtruar në gjykatën themelore, është fjala për 2 departamentet, edhe në departamentin e krimeve të rënda dhe në departamentin e përgjithshëm. Prej tyre janë aprovuar 28 kërkesa, kurse disa kërkesa që nështë kanë qenë të arsyeshme, ato janë refuzuar. Themin në vlera tash, ajo është relative me që vlera e sendeve përcakton edhe tregun, përfërsisht mund të themi që është një vlerë mjaft e lartë, po derisa nuk bëhet shitja atyre, përkatësisht derisa ajo vlerë nuk kalon buxhetin e Kosovës, na nuk mund të themi në mënyrë të saktë se çfarë vlere përmbajnë ato sendet që janë sekuestruar përkohësisht me urdhër të gjykatës. Një prej sendeve ose objekteve që ka pasur nështë kështu edhe i hunë më të madhe në opinion është sekuestrimi i lokalit hotelier Nata që kemi pasur në hetim përbashkët me prokurorinë e Uleksit, po për cilën kompetente është gjykata themelore në Ferizaj dhe është duke zhvilluar gjykimi. Aty janë sekuestruar një hotel, janë sekuestruar disa banesa, janë sekuestruar pasuri të palojshme, tokë, afër 2 hektarëve, villa, banesa, që vlera e përgjithshme vetëm këtu ka lënë afër 1.500.000 euro. Vlerë që ne e kemi përcaktuar, mirë po them që derisa nuk kemi një vendim definitiv nga gjykata formës preje për sekuestrimin e atyre, për konfiskimin e përhershëm të atyre sendeve, ajo vlerë është relative dhe nuk dihet çfarë. Gjithashtu kemi sekuestruar edhe disa lokale që dyshohet se rrjedhin nga veprat penale e shmangjes mashtruese në obligime doganore. Sa i përket çështjes së konfiskimit, siç e dini nga në janari vitit 2013, konfiskimi është i rregulluar me kodin e ri penal të Republikës së Kosovës, me kodin e ri të procedurës penale, si dhe me ligjin mbi kompetencat e zgjeruara të konfiskimit të pasurisë. Ashtu që dispozitat e konfiskimit në kodin e procedurës penale njihen ndryshe edhe si kompetenca të rregullta të konfiskimit, kurse kompetencat e zgjeruara të konfiskimit janë të rregulluara me ligjin mbi kompetencat e zgjeruara. Zakonisht gjatë praktikës ne më të vepër dhe në çdo rast e aplikojmë kodin penal të Republikës së Kosovës dhe kodin e procedurës penale lidhur me konfiskimin. Ku në kodin penal është i parapon neni 69 të marrja e sendit, si dhe nenet 96 dhe 97. Çka do të më pyetin këtë drejtim, ndonë se prokuroria tha po më duhet edhe domon edhe mendimi i gjykatës ose domon se ndoshta kjo duhet. Siç po shihet Ferizaj, pesi ka një fuqi ky ligj, nuk ka një vendim të formës së prerë sa i përket çështjes së konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të palegjshme, që referohen ligjit që kanë të bëjnë me kapitujt 15, 18, 19, 25 dhe 34, kryesisht të aspektit të kapitullit 34 që është ndër kapitujt më të rëndësishëm të veprat penale kundër keqpërdorimit të detyrave zyrtare. Domthon Ferizaja ka ndonjë vendim të formës së prerë. Është fjala për ligjin që të kapitull që përmend ligjin mbi kompetencat e zgjeruara. Unë edhe fillim e ceka se ne kryesisht kemi aplikuar kodin penal dhe kodin e procedurës penale.
në të gjitha rastet, si edhe në këtë rastin që u përmend me parë të tëtë motelin Nata, ku një varg masash dhe tëtë me kërkesën e prokurisë së Oleksit, unë kam qenë gjyqtari procedurës paraprake dhe aty kom aprovu shumë kërkesa të prokurisë së Oleksit për ndalim, dhe tëtë kam çuar urdha për ndalim të bartjes përkatësisht qarkullimit të pasurisë, si dhe kam çuar edhe urdhër për ndalim afatgjat. Dhe tani, kjo çështje është duke u gjykuar para trupit gjykues kompetent të gjykatës tonë dhe ende është në procedurë sipër. Se çka do të vendoset atëherë pas përfundimit shqyrtimit kryesor, varësisht nga epilogu i gjykimit, ashtu edhe do të vendoset edhe për çështjen e konfiskimit, se aty vërtet është bllokuar tash një numër shumë i madh i aseteve, i pasurive të lojshme, shumë automjete, pasurive të palojshme, villave të ndryshme, vetë motelet e shumë të tjera, po varësisht nga rezultatit tash nuk mundem ne me prejudikuar çështjen se si do të vendoset. Ende nuk kem, do të thoni, vendim të formës së prerë.